Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Drita e së Vërtetës. Përshëndetje nga studio qendrore e Radio Televizionit Pendimi këtu në Prishtinë. Ju ftojmë që edhe këtë diel pasdite të muajit Ramazan ta kalojmë së bashku në edicionin e sotëm të emisionit Drita e së Vërtetës. Si zakonisht është emision i drejt për drejt në radio dhe në televizionin Pendimi, po ashtu dhe në të gjitha rrjetet sociale. E ne gjatë këtij emisioni kemi të ftuar gjithmonë mysafir të ndryshëm, bashkëbisedues, hoxhallar të ndryshëm, e një ndër të ftuarit e sotëm është hoxha Besnik Llumica. Selamu alaikum, mirësart. Aleikum salam, faleminderit për ftesën, mirësi u gjeta. Allah ju shpërblet, faleminderit edhe juve që gjetët kohë në këtë muaj të begat të Ramazanit edhe me plot angazhime për juve hoxhallarët, të ndani disa minuta edhe me shikuesit e dëgjuesit tanë. Është kënaqësi padyshim që të jemi në këtë studio dhe të bashkëbisedojmë edhe me qytetarët. Ne çdo herë si hoxhallar si imam jemi në shërbim të komunitetit të popullit besimtar, por në veçantë në Ramazan, s'ka dyshim se kjo dritare e rretëve Pendimit është një dritare tani me ka bërë një stazh përmes të cilës ju drejtohemi dhe komunikojmë me besimtarët tonë qoftë këtu në vend ose në diasporë, ndaj me kënaqësi çdo herë vim dhe gjejmë edhe kohën padyshim. Allah shpërblet. Gjatë këtij muajit Ramazanit kryesisht çush kanë qenë aktivitetet me çka po vazhdoni të merreni me pak fjalë përveç punës si imam. Po Ramazani i ka ato aktivitetet e veta, po thuajse ka agjendën e vet, ka një farë lloj agjende të njohur tashmë. Pra falja e namazeve, realisht tash shtohet edhe numri i frekuentuesve në xhamije, sepse besimtarët i përkushtohen më tepër adhurimit gjatë këtij muaji, që ka shumë e natyrshme dhe madje edhe një prej synimeve të Ramazanit. Është namazi taravive gjithsesi, pastaj ato ligjëratat, këshillat tona ditore që i kemi si imam. Tani me ato në xhamin në kohën Shërbeje kemi bërë si traditë edhe në shumë xhami tjera të kryeqytetit dhe jo vetëm. Është ajo ligjërata qendrore që mohet pas namazit të drekës çdo ditë. Por edhe këshilla të shkurtëra për shkak të orarit edhe para yacisë, para taravive. Pra mundohemi që edhe në pak minuta të shfrytëzojmë një këshill, trajtojmë tema që ndërlidhen me aktualitetin, pra me Ramazanin, me çështjet që ndërlidhen me Ramazanin, po edhe këshillat e tjera. Pastaj kemi edhe takime tjera ose si lloj tribuna që ne i quajmë si kuvendet e Ramazanit, janë dhe ligjërata pak më të avancuara që ftojmë hoxhallar dhe mysafir të ndryshëm. Këtë organizojmë ditën pra gjatë vikendeve të dielave të Ramazanit pas drekës dhe ftojmë hoxhallar qoftë nga kryeqyteti edhe nga jashtëzakonisht për trajtuar disa tema pak më në mënyrë të gjerë dhe elaboruar padyshim. Vazhdojmë si besimi me nxënës, si vetë kemi filluar edhe një aktivitet të ri, po flas në xhamin ton, që në disa xhamia veç aplikohet me vite është mukabelia, pra leximi i hatmes së Kuranit në xhami para namazit të ikindis nga hoxha, pra hoxhallar, dy hoxhallar zakonisht. Dhe një pjesë e xhamatit që marrin pjesë me ndëgjim dhe përcjellje të kësaj hatme që është e veçantë padyshim, sepse është muaji i Kuranit, andaj kemi dëshirë që sa më tepër të përkushtohemi Kuranit. Gjithsesi aktivitetet humanitare, pra dhe për këtë gjatë këtij muaji mundohemi që të jemi afër familjeve në nevojë. Por edhe një aktivitet e veçantë i Ramazanit është edhe shtrimi i iftareve. Qoftë me kategori të ndryshme, me xhamatin, me nxënësat e xhamisë, me nxënëset, vajza, femra që mësojnë xhami, pastaj me gratë që frekuentojnë aktivitetet e xhamisë me kategori të ndryshme, pra është një aktivitet jashtëzakonisht i rëndësishëm, por edhe ato vizitat që i bëjmë tek xhamati dhe tek meqt që na thrasin dhe mundohemi të përgjigjemi. Dhe besoj që është një atmosferë e mirë në përgjithësi dhe e kënaqshme, duke ashtu kësaj edhe kohën e mirë që është duke
duke marrë. Alhamdulillah. Aktivitetet mjaftueshme goxha shumë, shpresoj që ta keni vullnetin edhe energjinë që t'ja dilni në krye, që thonë, sepse përveç aspektit të angazhimeve tuaja me komunitetin, me xhamatin, sigurisht duhet edhe ajo pjesa juaj shpirtërore, personale. Edhe duhet, domethënë është dorën zemër për ju hoxhallarëve është një angazhim i goxha i madh në këtë aspekt. Po alhamdulillah që po ja dilni edhe ju dëshirojmë suksese, inshallah. Faleminderit, amin inshallah. Realisht angazhimi në Ramazan nuk është diçka e risi për besimtarët, por as për hoxhallarët. E kemi profetin e selam, të cilin e kemi model për jetën tonë, për aktivitetet tona, për ibadetin tonë dhe për çdo gjë që ndërlidhet me fenë dhe jo vetëm. E kemi si model ai alayhi salatu wasalam ishte jashtëzakonisht i angazhuar gjatë muajit Ramazan, si me ibadete, si me lexim të Kuranit, si me bën mirësi, madje edhe në luftën e betejave të ndryshme, madje pe betejave kryesore ndoshta janë zhvilluar pikërisht në Ramazan, lexim të Kuranit, shpallja, ligjëratat e kështu me radhë. Andaj gjithsesi që duhet shfryzuar sepse është një sezon mendoj e artë që duhet shfryzuar në maksimum prej hoxhallarëve, imamëve, por edhe prej xhamatit, në mënyrë që të bëjmë një reformatizim të vetes, nëse mund ta quajmë ashtu, dhe të vendosim disa gjëra në binar, por edhe të shfryzojmë të muaj edhe për ato mirësitë shumëta që Zoti i ua ka ofruar dhe u ofron besimtarëve, të cilat janë të panumërta begatitë të mëdha, qoftë ato individuale që lidhen me individualitetin secili njerive që veç, por edhe me familjen, xhamatin, komunitetin, pa edhe për ummetin në përgjithësi. Alhamdulillah. Mirë, pak a shumë menduam së bashku që sot të jemi në trajtim të një teme që ndoshta shikuesit mund të themi e kemi gjetur të trajtuar me shumë herë, mirë po kur e marrim në kontekst të këndvështrimeve të ndryshme, të hoxhallarëve të ndryshme, her pas here mësojmë edhe shumë e informacione që ndoshta nuk i kemi ditë ose na kanë ikur e si kemi kuptuar. Prandaj, mendova, domethënë, një temë e bukur është mbi mirësitë edhe muajin e mëshirës, muajin e faljes, domethënë Ramazani muaj i faljes, e kemi titulluar saktësisht këtë temë. Unë doja ta kisha nisur zhvillimin e kësaj teme pikërisht me pyetjen bazë të kësaj çështje. Pse muaji i faljes? Allah shpëlbeft edhe për përzgjedhjen e temës, për diskutim, mendoj që është një temë boshte që duhet trajtuar dhe duhet pasur në fokus besimtari gjatë Ramazanit, dhe s'ka dyshim se ka dhe shumë tema tjera të rëndësishme dhe ibadete tjera të rëndësishme dhe gjëra që besimtari duhet preokupohet me to për gjatë muajit. Por të gjitha ato kanë fokusin është falja dhe arritja e mëshirës Allah subhanahu wa taala. Andaj kretë kjo mirësi e Ramazanit, gjitha ato begati që Zoti i ka ofruar për robët e tij, e kanë këtë synim, e kanë këtë qëllim që robi të arrijë faljen e mëkateve dhe mëshirën e Allahut. Andaj thot profeti alayhi salatu wasalam, në natën e parë të Ramazanit hapën dyert e xhenetit, mbyllën dyert e xhenemit, prëngosen shejtanët dhe thërret një thërres ati që dën vepra të mira e ati që punon vepra të mësuar punon vepra të këqija ndalu. Pastaj thot profeti alayhis salam, men asama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama, ai që agjeron Ramazanin me besim dhe shpresim ose duke shpresuar në shpërblimin e Allahut i falen mëkatet e kaluara. Pastaj thot për faljen e taravive, men qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ai që fal namazin e taravive pra për gjatë muajit Ramazan me iman dhe besim në shpërblimin e Allahut i falen gjunat e kaluara. Prapë është lidh me faljen. Pastaj edhe hadithi tjetër, men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dhe ai i cili falet natën e Kadrit me besim dhe shpresim në shpërblimin e Allahut azza wa jall, i falen mëkatet e kaluara. Pastaj kur tha Aisha radhiyallahu ta'ala an, ja Rasulullah, nëse e di cila është nata e Kadrit, atëherë cila do të ishte duaja më gjithëpërfshirëse, më e mira që unë ta bëja sa më tepër gjatë natës së Kadrit.
tha thuaj Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot ti je falës, subhanallah, e don falën, andaj me fal mua. Po fokusi i besimtarit gjatë muajit Ramazan duhet të jetë pikërisht në arritjen e falës, pra që ta amnestohet nga zjarmi i xhenemit. Thot profeti alayhi salatu wasalam, Allahu liron rob nga zjarmi i xhenemit gjatë tërë Ramazanit. Wa dhalik kulli lejle, çdo natë Ramazanit. Andaj krejt këto mirësi që i sjell ky muaj i bekatim i Ramazanit e kanë thuajse kanë këtë në fokus, faljen e mëkateve dhe shtimin e shpërblimeve padyshim që Ramazani ka dhe shumë të mira të tjera i sjell për besimtarit, i sjell xherusit, por në fokus duhet ta kemi faljen edhe për faktin se jemi njerëz, jemi gabimtar, dhe gabimet tona janë të shumta, janë të panumërta, ndoshta ato që i dim dhe ato që nuk i dim, ato që janë të mëdha, por shumë ato të tjera të vogla që me kalimin e kohës dhe nëse ato vazhdimsi përsëriten, ato kalojnë bëhen shumë dhe siç ka thënë një dietar, nuk ka mëkat të madh nëse kërkohet falje, pra sepse pastaj fshihet dhe thot nuk ka mëkat të vogël nëse ai bëhet në vazhdimsi, sepse ai do të rritet e kështu me radhë. Andaj falja është jashtëzakonisht e rëndësishme. Hadithi tjetër thot profeti alayhi salatu wasalam, Ramazani 5 kohë të namaz mes tyre, xhumoja deri në xhumo dhe Ramazani deri në Ramazanin tjetër, i fshin mëkatet e kaluara, por krejt këto janë të ndërlidhura që me pastru besimtarin, me ngrit robin, me falat dhe ai me arrit amnestin nga zjarmi i xhenemit dhe me qenë për atyre që Allahu azza wa jall i fal gjatë këtij muaji të bekuar. Andaj janë gjitha këto adhurime, janë gjitha këto ibadete, është gjithë ky namaz, gjithë ky xharim dhe shumë ato lutje që është e preferuar besimtarit të bëjë gjatë këtij muaji të begat, siç është koha e syfyrit, siç është koha e iftarit, krejt ndërlidhen me lutjen, me kërkim faljen dhe me faljen që robi duhet ja parashtrojë Allah subhanahu wa taala, dhe ai pastaj ta falë robin e tij. Allahu na falë dhe na mëshiroft. Neve, prindërit tanë, të afërmit tanë, gjyshërit tanë dhe gjithë ata cilët ndaj tyre kemi hak, cilët kanë kaluar në ahiret ose që janë në këtë dynjë. Andaj nuk duhet besimtarit ta anashkëlojë asnjëherë, por mendoj se është momenti i reflektimit. Është momenti i reflektimit dhe secili ndalet me veten e tij dhe ti numëroj të metat e tij, gabimet e tij, mëkatet e kaluara që ai mund të ketë bërë, qofshin ato të vogla dhe të mëdha, dhe tash t'ia paraqes Allahu subhanahu wa taala dhe ti kërkoj prej tij që Allahu ta falë, sepse robi ditën e gjykimit për Allahu azza wa jall do të del pra me të mira dhe të këqijat e tij nëse nuk i janë falur, e s'ka dyshim se ai që ka punu vepra të këqija do ta ketë vështirë pastaj edhe qëndrimin për Allah subhanahu wa taala. Andaj, por edhe për faktin e nderuar e vëllai, edhe për faktin e rëndësishme falë, edhe për faktin se mëkatet janë pastaj shkaktari kryesor i shumë problemeve të tjera që na shfaqen në jetë. Mëkatet të ndryshme që bëhen, ato pastaj kanë pasoja negative bërë tek individi, tek familja, në xhamat, në shoqëri e kështu me radhë. Aq më tepër mëkate, aq më tepër i ngarkuar besimtarët dhe zemra e besimtarit me mëkate dhe gjënoa, aq më pak është produktiv. Andaj kërë shton njerit prej dietarëve ka thonë kush është ankuar që oj mama hoç s'po kam mundësi se s'po muj më shumë më fal natë, po kam problem më shumë më fal namazën natës sa e qadetkum do dunu bukum. Ta ju kanë privu gjënohet, janë pikërisht gjënohet ato që nuk të lajnë ty më shumë me bë namaz, nuk të lajnë me bë vepra të mira, nuk ta mundsojnë me shku në xhami. Jo gjithë secilit i mundsohet me rënë sejdë, jo gjithë secilit i mundsohet me lexu Kur'an, jo gjithë secilit i mundsohet me shku në Arafat, sepse kanë ngarku veten e tij me mëkate, thashë Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahi law taharat qulubukum ma shabi'at min kalami rabbikum. Wallahi sikur të pastroheshin zemrat e juaja, pra prej mëkateve nuk do të ngopeshin nga leximi
nga leximi i Kur'anit dhe fjala Allah subhanahu wa taala. Andaj fala mëkateve është piknisja e çdo suksesi. Pastrimi i robit është piknisja e çdo suksesi dhe çdo mirësie pastaj që Zoti ja sjellë njeriu jo rastisht. Subhanallah, që ka treguar profeti selam që në ditën e mesit të muajit Shaban, pra 2 orë para Ramazanit, Allah azza wa jall i shiqon robët e tij dhe i fal ata, përveç i ka përmend 2 kategorive, ata që bëjnë shirk dhe ata që kanë probleme me vetë, Zoti i vonon dhe nuk i fal. Pra sikur është një sinjal i fuqishëm që nga profeti selam që ata të cilët dojnë me hyrë në Ramazan dhe dojnë me përfitu prej Ramazanit dhe dojnë që sa më shumë në Ramazanin me ndiku tek ata duhet paraprakisht të pastrohen dhe të kërkojnë falje për mëkatet e tyre, sepse mëkatet, gjunahet pra janë pengese e depërtimit ose vjeljes së të mirave dhe mirësive. Andaj mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe për këtë botë, por gjithsesi edhe për botën tjetër. Mirë, në koncept dhe në krejt kontekstin e sqarimeve tuaja të faljes mëkateve gjatë muajit të Ramazanit, mua më lind pyetja në këtë farë lloj sqarimit tuajin. Atëherë, me sa duket, paska njeri që nuk falet nga i madhi Allah në këtë muaj të Ramazanit. Apo ka njerëz të cilët nuk e marrin faljen prej të madhit të Allah gjatë muajit të Ramazanit. Po, edhe njëra prej arsyeve pse duhet trajtuar këtë temë është pikërisht edhe për faktin që nëse dikush në këtë muaj Ramazan nuk e arrin faljen dhe si falen mëkatet, përkundër krejt tyre mundësive që Zoti i ka ofruar i vërtet është njëri që e ka thujt profeti alayhi salam, njëri i humbur, njëri i dështuar, njëri i poshtruar. Ka thonë një rast profeti sa duke u ngritur në mimberin e tij, tha amin, amin, amin. Diçka që nuk e bënte zakonshëm dhe shokët e tij e pyetën ja Rasulullah. Tha pse veprove kështu? Atëri tregoi profeti selam, tha me erdhi Xhibrili dhe më tha raghi me anfu mri'in, i poshtruar është ai person të cilin e arrin Ramazani dhe nuk i falen gjunahet, subhanallah. Pra, tregon për rëndësinë e faljes që ka në Ramazan, mundësitë të mëdha që i ofron Ramazani për falje, por gjithsesi tregon se paska njerëz të cilët nuk po arrin këtë mirësi të faljes së mëkateve, qoftë për shkak të refuzimit të tyre të ibadetit që është agjerimi, namazit të mëradh, që nuk nim se është Ramazan dhe fare nuk e respektojnë këtë muaj, ose edhe për shkak dëmërllëkut të tyre që nuk ja bojnë hizmetin këtij muaji, këtij musafiri i cili ashtu ka lënë shpejt dhe vjen Ramazani dhe shkon Ramazani dhe ati nuk janë fal në gjunat, por nuk ka arrit që t'i marrë shkaqet, sebepet të cilat Allahu përmes të cilave i fal gjunat. Andaj edhe kjo është një jashtëzakonisht me vend një pyetje që t'i shtron, sa thua ka vallë që nuk falen Ramazan, pra gjithë kjo mirësi, gjithë kjo mundësi, gjithë kjo rahmet i Zotit, krejt kjo mëshirë e Allahut derdhet në këtë muaj Ramazan. A thua vallë pas ka njerëz që nuk po arrika, pra ka ata të cilët e refuzojnë një gjë të tillë, nuk janë të interesuar për Ramazanin dhe mirësitë e tjera, madje andaj dhe profeti ata njerëz i ka thujë si të poshtruar, por njerëz të ligë, të cilëve zata nuk i dhe çka i ofron pas kësaj oferte të madhe që Zoti u ofron robërve të tij në muajin Ramazan, dhe po ashtu në këtë kontekst themi që besimtari duhet të qenë pra vigjilent, i kujdesshëm në mënyrë që ta shfrytëzoj këtë muaj edhe të largohet prej kësaj kategorie që profeti ka futur në këtë hadith, pra që janë njerëz të ligë, njerëz të dob, njerëz të dështuar që nuk e arrin faljen, por edhe të përfitojnë nga ofertat e Allahut azza wa jall të shumta të mëdha që i ka ofruar në këtë muaj. Është një rast interesant, ishte njëri prej shokëve të profetit selam thotë ka qenë afër profetit dhe Muadhit radhiyallahu ta'ala anhu. Profeti ishte profet
ishte profet i dërguar i Allahut, kurse Muadhi ishte prej sahabive më të dalluar në aspektin e dijes, andaj edhe quhet edhe si dietari i sahabëve. Por ka një epitet pak më të theksuar në këtë kontest. Andaj të dy pra kishin dije, gjuhë dhe lutjet e tyre, duat e tyre i bënin të shumta të ndryshme dhe ky shok i profetit sa tjetër sa i thotë ja Rasulullah, do të po ju ndërgjej ty dhe Muadhin duke bërë lutje të bukura me shprehje të ndryshme, të bukura, do të kurse unë thotë nuk po kam atë shprehje, po mungojmë ajo gjuhë e bukur, s'po di fort më lut Zotit. Kishte si breng thotë, e cila është lutja jote që të e bën? Thapi thëm, o Zot, më shpëton nga zjarmi i xhenemit, pra kërkonte faljen e tij dhe më fut në xhenet. Tha haulaha nudandit, tha çato edhe ne po sillem thotë, kjo është fokusi, krejt i këtij aktiviteti që ka bërë këtë qëllimi është që robi me arritë faljen e Allahut azza wa jall dhe me fituar xhenetin. Andaj Allah subhanahu wa taala shaka në Kur'an, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Në ajetet që flet për secilin njeri do ta shijë vdekjen dhe secili do ta merr shpërblimin e tij plot për veprat e tij yawmul qiyame. Jo në këtë botë shpërblen agjeruesit me një mas, shpërblen dëshkohen ndoshta ata mohuesit me një mas, po jo sa e kanë merituar sot do ta marrin dënimin e tyre ditën e gjykimit. Wa mal hayatud dunya, dhe jeta e kësaj bote është vetëm se një kënaqësi mashtruese dhe në fund çka thot? Faman zuhsiha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Ai që shpëton prej xhehenamit dhe futet në xhenet çai ka fituar. Subhanallah. Allah na mundësot me qenë prej tyre, Amin. e para punës edhe një çështje që para se të kalojmë domethënë në një shkëputje për pjesën e dytë që t'i hapim telefonatat, do doja ta trajtonim edhe ndoshta në pika të shkurta ose sado që tash është të arsyeshme. A mund të ketë shenja për besimtarin, qoftë edhe pas muajit të bekuar të Ramazanit, që si më thoni është pranuar falja, që është hapur dera nga Allahu e pendimit, ose që një njeri është futur në listën e xhenetlive, ose që është pranuar muaji i bekuar i agjerimit nga i madhi Allah, do të thotë, si më thon, një besimtar i cili shpreson faljen tek i madhi Allah, a mund t'i ketë edhe shenjat që po je në listën e të falurve nga i madhi Allah? Ajo është, pra sikur se është një pyetje me vend, zakonisht edhe rëndësishme, ndoshta është edhe secili besimtar, secili për neve është kurështar me ditë sa thua valle, më pranuar Ramazani, agjerimi, po pranohet namazi, ato pranohet haxhi kështu me radhë. Ato din i madhi Zot, megjithatë ka disa shenja të cilat i kanë përmend dietarët. Njëra prej atyre shenjave kryesore që tregon se ti ke je në atë listën e mirë, si në atë rënditjen që Zoti vërtet i ka dashur me të nderu, është edhe permisimi që vren secili besimtar në veten e tij. Pra nëse e shef që ka filluar me ndryshu për mirë, me kate të caktuara prej të cilave ai ka kërku falje, i ka braktis, dhe po i vjen keq, ndjen keqardhje që ai ka punu ato, dhe unë tjetër i ashtu vullneti, dëshira për veprat e mira, për adhurimin, për namazin, për Kur'anin, për e kështu me radhë. Nëse kështu ndodh, kjo është shenja e parë që ibadeti është pranuar madje dhe ka pas efekt. Por unë Zot nëse ngjën të kundërtën, je aty ku ke qenë ose je dhruar Zot edhe më keq se para se më fut në Ramazan, kjo nuk është shenje e mirë padyshim. Andaj shpresojmë që besimtarët edhe vrejnë edhe gjatë Ramazanit përmirësimin e vënë të Ramazanit, ndryshimin e madh, që nuk do të thotë që ata pas Ramazanit nuk do të bëjnë mëkate ose nuk do të kthehen ndoshta me një situatë jo të mirë, sepse jemi njerëz dhe çdo herë në jetë ka ngritje dhe ka edhe ulje, ka ngritje të imanit, po ka edhe ulje dhe dobësim, forcim të imanit dhe dobësim të imanit dhe si pasojë pastaj
mund bëhen edhe mëkate edhe pas pranimit të pendimit. Po kjo nuk do të thotë që nuk është pranuar pendimi, por njeriu është gabimtar dhe duhet që vazhdimisht, që ka thonë profeti sallallahu alajhi wasallam, secili njeriu është gabimtari më i mirë është ai që pendohet, pra duhet në vazhdimsi të jemi insistues që të kërkojmë vazhdimsi falje për mëkatet. Andaj jo rastisht edhe gjitha ibadetet e tjera që Zoti ka lënë, edhe namazin, edhe abdesi, edhe hapat të në shku në xhami, edhe hapat për mu kthy prej xhamisë, edhe sadaka, edhe haxhi, edhe gjitha këto pastrojnë mëkatet, i fshin ato dhe s'ka dyshim që besimtari shpreson dhe shpresojmë edhe ne që Zoti na e pranoj sepse mëshira e tij është e madhe, dëshira e tij është që mi fal njerëz, andaj në hadithin e Aishës që e kam marrë Allahumma inna ti e falas e don falën, pra ai është falës, fal shumë, patyshim, por edhe don falën, pra ka qef që mi falë rob sigurisht se ka është kuptimi tjetër, ka qef edhe njerëz me fal njëri tjetrin. Pra shenja kryesore e pranimit të falës, të pendimit, po edhe të adhurimeve në tënësi është përmirësimi pas asaj vepre ose pas pendimit ose pas adhurimit. Për shembull, nëse njeriu agjeron Ramazanin dhe vren pas Ramazanit i qëndron afër xhamisë, namazit, është i kujdesshëm me namazin, është i kujdesshëm me familjen, me farefisin me cilët pastaj ka filluar lidhjen dhe ka ripërtri lidhjen në Ramazan dhe vazhdon tutje. Pra, këto janë shenjat e para që vepra është pranuar, por edhe pendimi është pranuar, po në rast se ndodh eventualisht ndonjë gabim prap, ndonjë lëshim prap, nuk do të thotë kjo që nuk është pranuar pendimi i mëparshëm ose nuk janë fal mëkatet, por jemi njerëz dhe jeta është e tillë. Jemi gabimtar, padyshim. Mirë, unë do të ftoja regjin që të bëhemi gati për ta bërë një pauzë të shkurtër për të kaluar më pas në pjesën e dytë, inshallah, me t'i japim hapësirë edhe dëgjuesve dhe shikuesve që të bashkangjiten në këtë bisedë, qoftë me telefonata, qoftë me mesazhe që do të dërgojnë. Sigurisht kryesisht shumica e konceptit të pyetjeve do të jenë gjatë për muajin e Ramazanit dhe për agjërimin, por do ta kemi të hapur mundësinë që ta elaborojmë edhe më gjerësisht. Prandaj të falenderoj për këtë pjesë të parë dhe për këto sqarime të para të kësaj rubrike. Ndërsa shikues dashur, një pauzë fare e shkurtër nga regjia për të u rikthyer në pjesën e dytë me pyetjet dhe përgjigjet tuaja.